Kam për të dërguar disa gjëra shumë të bukura që më kanë ardhur nga Shein Mod. Një bluzë shumë e bukur, e thjesht, me këto të dyja fjongot që janë të qëndisura. Edhe po të shikoni detajet, këtu brenda ka tantel. Shumë e bukur, e thjesht fare. Shka roz, dhe shikoni pak nga afër paketimin. Përveç se vijnë të gjitha me qeskat e veta, këtë që të thot se duhet të kërkosh tek Shein Mod dhe të hapet kjo faqe. Veç kësaj vjen paketimi kështu me qeskën e vet, edhe nga brenda. Madje edhe me këtë pullën këtu. Ajo e para nuk e kishte se e kisha hapur unë më përpara, prandaj urdhëroni. Dhe del kjo gjëja kaq e bukur, o yll. Një tjetër bluzë, është në të njëjtën ngjyrë me pinkun e këtyre fjongëve, një dashuri. Ka vetëm këtë detajin këtu tek jaka, që në diell besoj do shkëlqej shumë, dhe siç e shikoni nga pas është një çikës fare e hapur, materiali perfekt. Super yll. Vazhdojmë me diçka tjetër. Është kjo. Një ndër ngjyrat më in të momentit është kjo butter yellow e verdha e gjalpit, që është fiksi e verdhë e gjalpit në fakt. Shumë e bukur, do të shikoni pak nga afër, ka këto. Është komplet me fjonga. Edhe materialin e kam pak a shumë njësoj, të dyja. Do mos ngjyra o Zot e adhuroj. Vazhdoj me produktin e 4, e cila është bluza një lloj me të parën, të cilën kisha marrë 2, një për vete, një për motrën time, edhe kjo yll, identike. Produkti i radhës është një këmish, shikoni pak. Ka komplet një tantel rreth e përqark të qepur në fund. Është thjesht perl. Super e rehatshme edhe shumë e bukur. Dy gjërat e fundit, një xhaket, materiali është lino edhe është fantastik, ngjyra shumë e bukur, si ngjyrë patëllxhani, diçka e tillë, si ngjyrë kumbulle. Shikoni këtu në diell. Shumë e bukur. Bashku me ripin, dhe është set me një pantallona të shkurtra. Ripi i pantallonave, të ngjyrën bezh, shumë bukur. Edhe ky kostumi që ka fantastik. E vesha me një palë çizme, siç e shikoni. Është yll, kam pantallonat. Dhe xhaketa më pëlqen shumë prerja, e cila i mbulon pothuajse komplet. Shumë të bukura dhe mund të vendosim edhe ripin për ta mbledhur pak edhe duket kështu. Nga pas, kodet i keni te komentet.